I nxehti dhe i ftohti i xhehenemit. Në përcillet nga Ebu Hurejre, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Zjarri ju ankua Allahu duke i thënë: O Zot, jam duke u ngrënë ndër vete. Atëherë Allahu i lejoi që ta liroj veten 2 herë në vit, njërin në verë e tjetrin në dimër. Prandaj, nxehtësinë më të madhe që e ndjeni në verë është shfryrja e zjarrit të xhehenemit, kurse të ftohtin e madh që e ndjeni në dimër është nga shfryrja e të ftohtit të xhehenemit. Në këtë hadith përmendet një ndër çështjet e fshehta, të cilat asnjë njeri nuk i di dhe ato janë të përcjellura nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Kjo nuk nënkupton se profeti i Zotit i di fshehtësitë, por një lajm të tillë ai e mori nga vetë Allahu i lartësuar, që është krijuesi çdo sendi dhe çdo gjë ndodh vetëm me urdhrin, diturinë dhe vullnetin e tij. Nuk ka dyshim se i nxehti dhe i ftohti janë krijesat e Allahut, të cilat i krijoi me qëllime të caktuara. Ndodh që prej tyre të ketë përfitime, qoftë njeriu apo edhe krijesat e tjera, por ndodh që të jetë edhe e kundërta. Pra, ndonjëherë prej tyre të ketë edhe dëme. Kjo varet nga dëshira dhe vullneti i vetë krijuesit të tyre, Allahu të lartësuar. Allahu i përdor ato dhe si dënim për popujt zullumqar në këtë botë dhe në botën tjetër. Të gjithë e dimë se prej dënimeve kryesore në xhehenem është ai me zjarr, por duhet ta kemi parasysh se dënimi i botës tjetër nuk është vetëm ai, dhe të mos ketë tjetër. Pasi në këtë botë dënimet janë të lloj-llojshme, atëherë një gjë e tillë është edhe në botën tjetër, duke e pasur parasysh se bota tjetër, apo më saktësisht xhehenemi, është krijuar posaçërisht vetëm për dënime. Nga hadithi i lartë përmendur kuptojmë se ndër dënimet kryesore në botën tjetër janë nxehtësia dhe i ftohti i madh. Po ashtu ndër problemet kryesore të njerëzve në dynja, nga të cilat ankohen njerëzit, janë këto 2 fenomene natyrore, i nxehti dhe i ftohti, ku shpeshherë dëgjon njerëz duke u ankuar nga temperaturat e larta në verë dhe po të njëjtit njerëz ankohen nga temperaturat e ulta në dimër. E në anën tjetër allëherë rastis të dëgjosh njerëz të cilët ankohen nga kushtet atmosferike në pranverë apo në vjesht. Fjala e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam: Zjarri ju ankua Allahu duke i thënë. Nga fjala zjarr kuptojmë se me të kihet si qëllim xhehenemi, e jo vetëm zjarri i tij. Mirë, për në hadithe shpesh përmendet zjarri dhe me të kuptohet xhehenemi për 2 shkaqe kryesore. 1. Zakonisht, shumica e llojeve të dënimeve janë në origjinë nga zjarri. 2. Zjarri është një ndër dënimet më të dhimbshme i përcaktuar për kategorinë më të keqe të njerëzve, në të cilën futen qafirët, siç është rasti i faraonit dhe familjes së tij, të cilën Allahu e përmend në Kur'an. Në këtë pjesë të hadithit vërehet qartë se xhehenemi i foli Allahut me gjuhën e të shprehurit, i folur ky i vërtet. Ky është besim dhe bindje i ehli sunetit, i bazuar në argumentet e Kuranit dhe traditës profetike. Pati njerëz të cilët menduan se kjo bisedë mes Allahut dhe xhehenemit është vetëm një tregim alegorik nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kësaj bisede. Sipas tyre xhehenemi nuk mund të flasë me gjuhën e folur, por një gjë e tillë ishte kuptuar nga gjendja e tij e vështirë. Po siç tham, ky mendim nuk qëndron as pak, as nga aspekti i argumenteve, as nga i logjikës. Argumentet janë të qarta se xhehenemi foli, kurse logjika e pranon një gjë të tillë duke thënë se Allahu siç ja mundësoi njeriu të flasë, pasi ai nuk fliste, ashtu ja mundëson kujt të dojë që të flasë. E sa raste kemi nëpërmjet të cilave vërtetohet se gjërat, qofshin ato të gjalla apo të ngurta, kanë folur me lejen e Allahut, krijuesit të tyre. Fjala e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam: O Zot, jam duke u ngrënë ndër vete, pra po zihem me veten. Kjo ankesë e xhehenemit në mënyrë të qartë na tregon rrezikun dhe dënimin e dhimbshëm, të cilin Zoti e krijoi për mëkatarët. Allahu na ruajt prej tij. Dënim ky aq i madh sa edhe vetë xhehenemi pati vështirësi ta durojë një gjendje të tillë, pra si të ngrohtin ashtu dhe të ftohtin. Ka pasur disa mendime të dietarëve se si zjarri ishte duke ngrënë veten e tij, apo si zihej me veten. Mirë, po të themi të drejtën, asnjëri prej tyre nuk e mbështet mendimin e tij në ndonjë argument fuqishëm sa ti nënshtrohemi atij plotësisht. Mendimi i përmendur më shumë dhe më i përhapur është ai se i nxehti dhe i ftohti i madh i xhehenemit gjithmonë shtohet dhe ripërtërihet, kurse i vjetri nuk ndalet, nuk paksohet dhe as nuk zhduket, por vazhdon të jetë i tillë vetëm se i shtohen edhe më tepër gradat plus apo minus sipas nevojës. Allahu e di më së miri. Fjala e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam: Atëherë Allahu i lejoi që ta liroj veten 2 herë në vit, njërën në verë e tjetrën në dimër. Këtu do të ndalemi vetëm në çështje të vetme. Ajo është se besimi i pastër i muslimanëve është se xheneti dhe xhehenemi janë 2 krijesat Allahut të krijuara, të cilat Zoti ka krijuar atëherë kur krijoi çdo gjë,
Ky është mendimi i saktë dhe mendimi vetëm i bazuar në argumente fetare. Nuk qëndron as pak mendimi se xheneti dhe xhehenemi nuk janë krijuar dhe se ato do të krijohen pasi Allahu ta shkatërrojë këtë botë ditën e Kiametit. Fjalat e dërguarit sallallahu alaihi wasallam prandaj nxehtësinë më të madhe që ndjeni në verë është shfryrje, frymëzjerje e zjarrit të xhehenemit, kurse të ftohtin e madh që ndjeni në dimër është nga shfryrja, frymëzjerje e të ftohtit të xhehenemit. Nga kjo pjesë e hadithit kuptojmë se i nxehti dhe i ftohti janë pjesë e xhehenemit. Pra, ato dalin nga xhehenemi. Disa dietarë mendojnë se i të rinxehti veror dhe i ftohti dimëror janë të gjithë me prejardhje nga xhehenemi, ndërsa disa të tjerë thonë se vetëm i nxehti dhe i ftohti i madh janë nga xhehenemi, kurse ai normal, nga të cilët njeriu nuk ndjen vuajtje, nuk janë shfryrje e xhehenemit. Këta dietarë bazojnë mendimin e tyre në këtë pjesë të fundit të hadithit në të cilin i dërguari sallallahu alaihi wasallam përmend se i nxehti dhe i ftohti i madh që ndjejmë është nga xhehenemi. Allahu e di më së miri. Lind pyetja: si ndodh kjo çfryrje apo frymëzjerje e xhehenemit? Përgjigjja është e thjeshtë, bile ajo është e cekur po në këtë hadith. Pra, Allahu ja mundëson xhehenemi 2 herë në vit që të marrë shfryjë i lirë, pra, 1 herë në verë e herën tjetër në dimër. Gjithashtu kuptohet se nuk ndodh që në verë xhehenemi të lirojë të ftohtin e tij kurse në dimër të çlirojë të nxehtin, por që të dy frymëzjerjet i përshtaten stinës në të cilin është bota. S'ka dyshim se njerëzit sado që të bëjnë më shumë mëkate, Allahu aq më tepër edhe e shton të nxehtin dhe të ftohtin e xhehenemit, ku edhe ndoshta për këtë shkak lirohet ky i nxehtë në verë dhe i ftohti në dimër. Aq shumë sa njerëzit të vuajnë që në dynja, para vojtjeve të tyre që do të pësojnë në hajret. Ndoshta për këtë shkak bërime dhe nxehjen globale si dhe dimrat me acar të madh në përbot, sidomos në botën jo islame, ku çdo vit ndodhin lloj fatkeqësisht të shumta natyrore. Pra, ky fenomen natyror i përsëritur 2 herë në vit nuk janë kakot dhe as rastësi që përsëritet vazhdimisht, sepse rastësitë ndodhin rrallë, kurse ky fenomen ndodh shpesh. Kjo na tregon se Allahu është duke përgatitur dënimin për mëkatarët. Madje, atë është duke u dhënë natyre edhe në këtë botë që ta shijojnë sadopak e ndoshta kthehen në rrugën e tij. Por më kot, sepse ata që syt, veshët dhe zemrat i kanë të mbyllura nuk mund të kuptojnë. Hadithi na jep të kuptojmë se bota nuk ka nevojë të shqetësohet për nxehjen globale, as nuk ka nevojë të ndajë fonde për studimin e këtij problemi apo për zgjidhjen e tij. Shkaku i tij dihet fare qartë, gjithashtu edhe më i qartë dhe i sigurt dihet edhe zgjidhja e këtij problemi. E vetmja rrugë për shpëtim nga këto dy dënime është kthimi tek rruga e Zotit, tek rruga e atij që e ngroh dhe e ftoh xhehenemin. Me këtë hadith i dërguari sallallahu alaihi wasallam para 14 shekujsh i tregoi botës për problemin e ngrohjes globale, por jo vetëm kaq. Ai sallallahu alaihi wasallam u tregoi atyre edhe zgjidhjen e këtij problemi. Prandaj askush nuk ka nevojë ta studiojë çështjen së dyti, sepse edhe problemi dhe zgjidhja janë të ditura, e ajo është kthimi tek Allahu dhe largimi nga mëkatet.